Përshëndetje miqtë e mi. Miqtë e vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të tarotëve. Çfarë don tarotët për ditën e sotme? Letra e dashurisë. Ju jeni të dashuruar, keni një energji pozitive dhe një ëngjëll ju mbron në univers. Jeni pak të mërzitur për pjesën e bollokut, sepse 3 kupa bien dhe 2 ngrihen, por kjo do jetë kalimtare. Jeni pak të lënduar. Ju jeni njerëz shumë pozitiv, që lëndoheni shumë nga njerëz që keni prerë, sepse janë pak mosmirnjohës, pak njerëz negativ në drejtimin tuaj. Jeni një person i cili keni gjithmonë të shpatë në dorë. Ju jeni të drejtë. Ju kur doni një person e doni me zemër, por kur e urreni nuk ka kthim mbrapa. Pra jeni pak të prerë te kjo pjesë. Jeni një njeri intelekt, një njeri i cili keni intuit, keni inteligjencën, keni dhe urtësinë. Letra e karocës tregon për një person të kompletuar në aspektin e suksesit në biznes, të punës, në aspektin e marrëdhënieve në shoqëri. Kjo perandoresh me karocën e saj ecën drejt një rruge plot sukses, të ndriçuar gjithmonë nga universi, nga drita e universit. Jeni një person që mbani shumë ekuilibër në jetën tuaj dhe gjithmonë ruheni nga një ëngjëll në univers. Keni këmbët në tokë dhe ky diell ju ndriçon gjithmonë rrugën tuaj drejt suksesit. Do të merrni një lajm nga një person shumë i rëndësishëm. Ky është një person si një mbret i shpatave, i cili ka komandën, ka dhe fuqinë në dorë. Do ta merrni shumë shpejt, sepse ky lajm është një lajm i cili do të ketë një vendim mjaft të rëndësishëm për ju, sepse keni qenë pak të manipuluar dhe të mashtruar nga persona të cilët ju kanë hyrë në një vend që nuk u takon atyre. Pra ju ka mashtruar, ju kanë manipuluar. Vendimi që do merret nga mbreti i shpatave, ky person që është një mbretëresh e shkopive, do të jetë një njeri i cili e pret me shumë dëshirë, me shumë dashuri këtë vendim, pra këtë person që merr këtë vendimin, këtë person magjik. Mbretëresha e shkopive është një person inteligjent, i dashur, i cili fal dashuri pa kushte, pa interes, pa kompromis. Dhe ky lajm që do marr nga ky njeri magjik, nga ky person magjik i drejtësisë, do të ndryshojë jetën tuaj. Ka luftuar shumë për të marrë këtë lajm, dhe ky lajm vjen nga ky kalorës i shkopive, i cili ju sjell shumë shpejt lajmin që prisni në këtë pjesën e vendimit që do merrni në pjesën e drejtësisë. Sepse ka shumë kohë që jeni pak si e lidhur me këtë litarin në mes këtyre shpatave, pra të njerëzve negativ me këtë fash. Por duhet të hiqni këtë litar dhe fashën, sepse në intuitën tuaj të brendshme ju do të merrni përgjigjen e dur për rrugën që do të merrni, pra për rrugën që duhet të keni. Sepse stresi dhe pagjumësia dhe mendimet negative ju kanë bërë që të jeni pak në siklet, pra pak të mërzitur. Ky lajmi që vjen nga ky kalorës i shpatave është një lajm shumë i mirë, që do t'ju sjellë një ndryshim dhe një transformim në jetën tuaj. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve për ditën e sotme. Faleminderit.